Kur disa burra të ligjë atakuan një vajzë të re thellë në një pyll të izoluar, menduan se do të mund të shpëtonin pa u ndëshkuar për krimin e tyre të tmerrshëm, por ajo që nuk e prisnin ishte kush do të vinte për ta shpëtuar. Identiteti i shpëtimtarëve të vajzës do t'ju trondis deri në thelb. Kjo histori zhvillohet në qytetin e bukur të Kozencës në Itali. Antonella ishte një vajzë e bukur që sapo kishte mbushur 14 vjeç. Ajo ishte e fortë dhe pavarur dhe jetonte me gjyshen e saj të moshuar. Fatkeqësisht ajo kishte humbur prindërit e saj në një aksident me makinë një moshë shumë të re, kështu që gjyshja e saj ishte aq e mirë sa të merrte dhe të arriste sa më mirë që mundej. Për fat të mirë, gjyshja e saj kishte pasur më parë 3 vajza, kështu që ai ishte mësuar të riste vajza. Ndërsa fëmijët e tjerë mund të ishin prekur nga trauma e humbjes së prindërve, Antonella u përshtat mjaft mirë. Ajo ishte gjithmonë një fëmijë qetë, i sjellshëm dhe i ndërgjegjshëm dhe po rritej gradualisht për të bërë një grua e re, e dashur dhe e bukur me një zemër të mirë. Zona ku jetonte Antonella ishte mjaft e qetë, por të gjithë njerëzit që jetonin atje ishin miqësorë dhe përbënin një komunitet vërtet të ngushtë. Qyteti ishte i rrethuar nga pyje të harlisur dhe kjo i jepte të gjithë vendit një pamje shumë natyrale. Megjithatë, sado i bukur të ishte pylli, banorët e Kozencës përpiqeshin të qëndronin larg, pasi aty jetonin kafshë të egra, të ashpra dhe të rrezikshme. Kishte histori për njerëz që kishin hyrë në pyll dhe nuk ishin kthyer kurrë, dhe të gjithë fëmijët e qytetit, përfshirë Antonellën, ishin udhëzuar të mos hynin kurrë në atë vend të egër, sepse nuk ishte i sigurt. Por diçka i tërhiqte Antonellën drejt pyllit. Ajo donte të ulej dhe të shikonte kafshët e egra atje, dhe xhaxha i saj madje kishte ndërtuar një shtëpi në pemë në skajin e qytetit, nga ku ajo kishte një pamje fantastike thellë nëpër pemë. Gjyshja e saj paralajmëronte vazhdimisht për rreziqet e pyllit dhe gjithmonë shqetësoi se mosmbesa e saj do të jente shumë larg nëpër pemë një ditë. Por Antonella ishte arsyeshme dhe dinte më mirë se të mos i binte gjyshes. Një ditë gjatë kthimit nga shkolla, Antonella vendosi të ecte në një shteg që kalonte në skajin e qytetit, aty ku takonte pyllin. Ishte një shteg i qetë dhe i rrallë i përdorur, por Antonella e shijonte qetësinë dhe i pëlqente të shikonte ketrat duke kapërcyer dhe duke luajtur në pemë. Kur papritur, një ulërim i fortë dhe gjak ftohtë erdhi nga jo shumë larg në pyll. Ajo instinktivisht e dinte se ishte një ujk dhe vrapoi sa më shpejt që mundi drejt sigurisë së shtëpisë së saj. Por diçka i ndaloi, një lloj kureshtje ose interesi. Ulërima nuk tingëllonte në të vërteta që frikshme dhe Antonella filloi të shqetësoj se ndoshta një kafshë mund të ishte lënduar ose në rrezik. Ndoshta, nëse do të hynte në pyll jo shumë larg, do të mund të zbulonte misterin dhe ndoshta të ndihmonte kafshën. Ajo filloi të hidhte hapa të kujdesshëm nëpër pemë dhe pas vetëm pak çastesh pa një kafshë të shtrirë në tokë me një hapësirë të hapur diku përpara. Kur Antonella u afrua, kuptoi se ishte një ujk dhe gjaku i saj u ngri. Ajo i dinte ujqërit si të rrezikshëm dhe të egër, dhe ai mund të kishte vrarë lehtësisht nëse do të donte. Por diçka i tërhoqi vëmendjen dhe ndaloi të kthehej mbrapsht. 2 këlysh ujqërish. Ato ishin mbledhur rreth nënës së tyre, e cila qartazi kishte qenë në ndonjë lloj lufte. Ajo kishte plagë në trup, të cilat dukeshin se vinin nga lufta me një kafshë tjetër më të madhe. Ajo kishte mbrojtur fëmijët e saj dhe duke sikur nëna ujk do të vdiste ngadalë. Nëna pushoi së marri frymë derisa këlyshët mbetën vetëm dhe të frikësuar. Antonella u afrua ngadalë dhe për lehtësimin e saj këlyshët nuk dukeshin të frikësuar. Ndoshta ata e dinin se ajo nuk u bënte keq. Duke futur dorën në çantën e saj, ajo nxori një sasi të vogël ushqimi dhe u ahodhi këlyshëve për të ngrënë. Ata u hodhën pas ushqimit me gëzim duke ngrënë atë që e huaja e mirë u kishte dhënë. Dërsa foshnjët hanin, Antonella shkoi dhe vendosi dorën mbi kokën e ujkut të vdekur dhe bëri një betim të heshtur për të mbrojtur këlyshët e saj, duke premtuar t'u sillte ushqim sa më shpesh të mundej. Por Antonella nuk mund t'i merrte këlyshët në shtëpi me vete. Jo vetëm që ata do të ishin larg nga habitati i tyre natyror, por gjyshja e saj do ta dinte se ajo i kishte shpërfillur urdhrat e saj. Megjithatë ajo shqetësoi se pa ndihmën e nënës së tyre, këlyshët me siguri do të vdisnin. Kështu Antonella krijoi një plan. Ajo do t'i merrte ata në shtëpinë e saj në pemë dhe do t'i mbante atje. Ata do të ishin të sigurt atje dhe ajo mund të kujdesi lehtësisht për ta. Antonella madje u dha atyre emra Romulus dhe Remus.
Kështu ajo i mori këllyshet në shtëpi me pemë dhe luajti me të gjithë mbrëmjen. Ata ishin të lumtur dhe energjik dhe duke se e doni shoqërinë e saj. Më pas ajo shkonte në shtëpi dhe u sillte ushqim. Antonella e bënte këtë çdo ditë, duke parë këllyshet e uqërve që ngadalë forcoheshin dhe rriteshin. Kjo e bënte Antonellën të lumtur dhe ajo i konsideronte kafshët e bukura si miqtë e saj. Pavarësisht asaj që i kishte mësuar gjithmonë të besonte, ujqërit ishin miqësorë dhe shoqërues. Ata shijonin shoqërinë e Antonellës dhe madje filluan të silleshin më shumë si qenë se sa si uqër. Bishtat e tyre lëviznin kur e shihnin atë duke ardhur dhe ata lenin dhe rrokulliseshin në dysheme pasi ajo u jepte ushqimet e tyre të preferuara. Vërtet, kjo ishte një miqësi e krijuar në parajs. Një ditë ndërsa po ecte drejt shtëpisë në pemë, Antonella papritur vuri re se disa burra po e ndiqnin. Kur ajo filloi të ecte më shpejt, burrat filluan të vraponin derisa Antonella po sprintonte larg tyre. Qartazi këta burra kishin qëllime të këqija. Pak para se të arrinte në shtëpinë e saj në pemë, burrat e kapën Antonellën. Ata e kërcënuan me thikë dhe tërhoqën zvarr në pyll ku mund të kryenin planin e tyre të ligë dhe të poshtër. Burrat e çuan thellë në pyll ku e hodhën në tokë. Gruaja e re ishte në gjumë përpara tyre dhe të tmerruar për vdekje. Antonella nuk mund të mos e mendonte se më e keqja do të ndodhte dhe lotët ju mbushën syt, ndërsa pyeste veten se çfarë do të bëjë me të dhe nëse do të shinte ndonjëherë gjyshen dhe shtëpinë e saj përsëri. Përpara se burrat të mund të bënin ndonjë gjë, një ulërim e largët i hoi në pyll. Ajo i ndaloi burrat në vend dhe ata shikuan njëri tjetrin papritur, të shqetësuar dhe të panikuar. Antonella nga ana tjetër ndjeu papritur një rritje të besimit dhe një shkëndijë të vogël shprese. Ajo i njinte ato ulërime. Ajo dinte çfarë do të thoshte ajo zhurmë. Burrat pritën disa çaste duke u pyetur nëse zhurma do të ndodhte përsëri, por nuk kishte asnjë tingull. Ata kthyen vëmendje përsëri te vajza në tokë dhe filluan t'i afroheshin me një shikim të ligë në sy. Por papritur erdhi një zhurmë e fortë dhe nga gjethnajja dolën dy uqër, Romulus dhe Remus. Ata u pozicionuan midis Antonellës dhe sulmuesve të saj dhe treguan dhëmbët, duke u lëritur ashpër dhe duke goditur me putrat e tyre burrat. Dy uqërit kishin parë Antonellën duke u rrëmbyer nga dritarja e shtëpisë në pemë. Ata kishin dalë nga shtëpia e tyre dhe kishin ndjekur zotërinë e tyre dhe rrëmbyesit e saj në pyll dhe u hodhën në veprim për të mbrojtur atë që i kishte kujdesur që kur ishin këlysh. Antonella kurrë nuk ishte ndjerë me sigurt se sa atëherë. Sulmuesit nga ana tjetër ishin qartazi të tmerruar. Ata të gjithë ikën në drejtime të ndryshme, me uqërit që i ndiqnin me lojë, duke kafshuar në thembra dhe duke u lëritur ndaj tyre ndërsa vraponin. Burrat jo vetëm që nuk do të mendonin kurrë të përpiqeshin të kryenin një akt kaq të tmerrshëm përsëri në jetën e tyre, por ata kurrë nuk do të afroheshin më pranë pyllit nga frika se mos sulmoheshin nga këta uqër të egër përsëri. Uqërit më pas u kthyen te Antonella, e cila ishte tronditur dhe mërzitur, por përndryshe mirë. Ata e preknin me hund dhe ulën pranë saj dhe në prerjen e saj derisa ajo u forcua mjaftueshëm për t'u ngritur vetë dhe për të ecur jashtë pyllit për në shtëpi. Gjatë gjithë kohës, dy uqërit qëndruan pranë saj duke e ruajtur, duke e mbrojtur dhe duke u kujdesur për të, ashtu siç kishte bërë Antonella për ta. Tani varet nga ju. Çfarë menduat për këtë histori të pabesueshme? A do të kujdeseshit për dy këlysh uqërish të egër dhe si do të ndiheshit nëse ata do të vinin për t'ju shpëtuar siç bën me Antonellën? Si gjithmonë, na pëlqen të dëgjojmë nga ju, kështu që sigurohuni të lini mendimet dhe opinionet tuaja në seksionin e komenteve më poshtë.